muslimanët të veçën prezanton. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fëmi, të tregojmë një histori të bukur? Ebu Hanifja dhe mbreti. Tregohet se dietari i madh Ebu Hanife një ditë pa një burr që vodhi një kokërmoll nga një tregtar dhe ia dha një hallëxhiu. Ebu Hanife u drejtua dhe e pyeti: "Pse e vodhe mollën? Unë mendova se je i uritur." Burri, i cili nuk e njihte Ebu Hanifen, ju përgjigj: "O njeri, unë bëj tregti me Zotin tim." Ebu Hanife e pyeti: "Si e bën këtë tregti me Zotin?" Burri u përgjigj: "Po ja, e vodha mollën, më shkrua një gjuna. Ama kur e dhash sadaka, bëra një të mirë dhe një e mirë shpërblet me 10 syresh. Kështu 10-ës i hiqet një e keqe. Më shkrua një gjuna. Ama kur dhash sadaka, bëra një të mirë dhe një e mirë shpërblet me 10 syresh. Kështu 10-ës i hiqet një e keqe. Vjedhja e mollës dhe mua më mbetet 9 të mira. E kuptove tani? Kjo është tregtia që bëjmë me Zotin." Ebu Hanife i tha: "Ti vodhe një mollë dhe të shkrua një e keqe. Vërtet ti dhe sadaka, por Zoti nuk e ka pranuar këtë sadaka, sepse Zoti është i mirë dhe nuk pranon veç se të mirën. Për fat të keq, ty të ka mbetur vetëm një e keqe dhe jo 9 të mira." Dhelpra dhe deveja. Një dhelpër, duke ecur, hasi një lumë dhe u ndal sepse nuk e dinte sa mund të ishte thellësia e ujit. Në anën tjetër të lumit vërejti një deve e cila kulloste e qetë. "Zonja deve," thiri dhelpra, "sa i thellë është uji i lumit?" "Deri në gjunjë," ju përgjigj deveja dhe vazhdoi të kulloste. Pa një pa dy, dhelpra u fut në ujë dhe uji e mbuloi të gjithën. Me të forcën sa kishte, ja doli të shkonte në një shkëmb në mes të lumit. Qëndroi sipër tij dhe pas disa dihatjesh ju kthye deves. "Zonja deve, a nuk më the se uji ishte deri në gjunjë? A nuk e pe se dash më mbyte?" Deveja ngriti kokën dhe u përgjigj: "Po, të thash dhe nuk të gënjeva. Uji i lumit vjen deri tek gjunjët e mi. Mos u krahasoni me të tjerët, sepse në përgjithësi, kur kërkojmë këshill nga dikush tjetër, përgjigjja e tij do të jetë në bazë të përvojës, interesave dhe kushteve të veta personale. Zgjedhjet dhe alternativat që na ofron ai mund të jenë fantastike, por një pjesë e mirë e tyre janë për kushtet në të cilat ai ndodhet. Prandaj, përvojat e dikujt tjetër mos i merrni në mënyrë të prerë dhe t'i zbatoni veprisht në jetën tuaj, sepse ato mund t'ju mbysin. Kërkoni mendimin për të tjerëve, analizoni sugjerimet e tyre dhe kërkoni ndihmën dhe furnizimin e Zotit, pastaj merrni vendimin." Dëshirat e plakut. Një plak i shtyrë në moshë gjendi i shtrirë në shtatin e vdekjes. Rreth tij ishin mbledhur anëtarët e familjes, të afërmit dhe miqt. Momentet e fundit të jetës, qimet e bardha e kishin mbuluar kokën. Shenjat e pleqërisë vëreshin dukshëm, por në fytyrë ishte shumë i përmbajtur. Të gjithë rreth tij shikonin me kujdes dhe me vëmendje. Plaku filloi të flasë. "O bijtë mi, kur i mbusha të 20-tat, kisha ambicie, aspirata dhe synime të mëdha. Ato ishin gjithëpërfshirëse. Synoja të ndryshoja më së miri dynjan, të bëja një përmirësim të shkëlqyer. Kto ishin ëndrat e mia. Kaluan vitet dhe i bëra 21, 22, 23, arrita të 30-tat. Kështu e pash veten si gjatë kësaj kohe vetëm isha menduar, po asgjë nuk kisha ndryshuar. Synimi për të ndryshuar botën është një gjë e vështirë, andaj nga ky moment vendosa të reformoja vendin ku jetoja. Patjetër mendoja se duhet të kontribuoja për vendin tim duke transformuar një gjendje më të favorshme. Kështu dëshirat filluan të zbeheshin dal nga dal vit pas viti, 31, 32 dhe 33, dhe i bëra të 40-tat. Dal nga dal, kaluan vite. Vërtet me keqardhje po them se prap asgjë nuk arrita të bëja. Vëretja si ishte e vështirë. Vendosa të përqendrohesha në qytetin tim. Së paku të realizoja ëndrat e mia. Për çudi vitet shkonin, 41, 42 dhe 43.
dhe plotësova 50 vite. Por përsëri nuk arrita të realizoja asgjë dhe të bëj ndonjë ndryshim. Kështu duke parë veten pa rezultate, vendosa të jepja kontributin tim në një nivel më të vogël dhe zgjodha lagjen ku banoja. Me shpresë se këtu do të arrija qëllimin dhe një ditë i mbusha 60 vite. Përsëri shumë me keqardhje duhet të them se nuk arrita të përmirësoj dhe të ndryshoj as lagjen. Vendosa të ndryshoj shtëpinë, antarët e familjes, fillova të vërtetoj në këtë drejtim dhe shkoi një vit, 2-3 dhe i mbusha 70-tët. Dhe përsëri nuk arrita të përmirësoj. Vall, ku është problemi? I mbusha të 70-tët dhe tani gjendem në shtratin e vdekjes. Tash e mësova arsyen e dështimit nga të gjitha këto përpjekje. Ishte e nevojshme dhe parsore që unë të filloj së pari nga vetja, të përmirësoj veten. Po që se nuk ndryshon veten, asesi nuk mund të ndryshosh edhe të ndikosh të tjerët. Allahu i lartësuar thot, me të vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë çka në vetvete. Po të më jap Allahu jetë edhe 10 vite, nga ky çast do të filloja të përmirësoja veten dhe jam më së i bindur se do të arrija këtë. Do të kisha mundësi të ndikoj dhe të përmirësoj familjen, lagjen, qytetin dhe vendin tim. Kur Muhamedi, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, filloi komunikimin e mesazhit islam, filloi nga vetja dhe më pas zgjeroi shtrirjen e udhëzimit. Allahu nuk e harroi. Imami i haremit të Mekës, Abdurrahman as-Sudais, ka publikuar në profilin e tij ngjarjen e një gruaje algjeriane në aeroportin e Algjerisë, qante sepse i kishte ikur aeroplani për në Mekë. Ata harruan, por Allahu nuk e harroi. Ai urdhëroi të ndodhë e papritura. Gjatë fluturimit, piloti dëgjon zëra të çuditshme në aeroplan dhe u detyrua të kthehej. Në aeroport u caktua gjendja e jashtëzakonshme. Haxhin detyrohen të zbresin dhe të vendosen në sallën nga ku ishin nisur, aty ku qëndronte gruaja duke qajtur. Imagjinoni habin e saj kur ajo i pa ata para vetes. Mendoi se ishte një ëndër. Po kur inxhinierët e kontrolluan aeroplanin, konstatuan se aeroplanin ishte në rregull dhe se nuk ka kurfar problemi. Paramendoni këtë, për shkak të një gruaje ndalen të gjithë. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme dhe aeroplani kthehet përsëri në aeroport. Më shumë se 200 pasagjerë u detyruan të kthehen vetëm për shkak të kësaj gruaje. Inxhinierët detyrohen të kontrollojnë të gjithë aeroplanin, vetëm për shkak të lotëve të sinqertë, të cilët u ngritën drejt qiellit. Çfarë lutje e ka bërë që ta meritoj këtë? Dijeni, kur të gjitha dyert mbyllen dhe kur të gjithë largohen, mbetet Allahu dhe mbetet lutja e sinqertë. Nëse ajo nuk më njeh, e njohun atë. Një mjeke saudiane rëfen për një rast të e interesant. Ka të bëj me përkushtimin e madh për prindërit dhe respektin ndaj tyre. Heroi i këtij rrëfimi në të vërtetë është Muhamedi, një djalë rreth të 30-tave. Hyri në ordinancën e saj ndërsa e mbante nënën që të mos ikte. Bëri veprime të çuditshme ajo grua. E hiqte mbulesën e saj ndërsa ai ja vendoste prapë. E pështynte ndërsa ai vetëm buzëqeshte. Është për t'u habitur. Qeshte sikur e çmendur. Kush është kjo? E pyeti mjekja Muhamedit. Nëna ime, u përgjigj ai. Çfarë është puna me të? Çfarë ka kështu? Pyeti mjekja me hapi. Ka lindur kështu e pa afmëndërisht, u përgjigj Muhamedi. Po ty si të ka lindur? Pyeti prap me habi mjekja. Gjyshim, me shpresën se do të kishte pasardhës, e kishte martuar këtë për baban tim. Babai e shkurërzoi në vitin e parë të martesës. Ishte më parë dhe më lindi. Që nga mosha 10 vjeçare, unë kujdesem për të. Unë gatuaj për të dhe bëj punët e tjera. Dërsa, kur të flem, këmbën e saj e lidh për këmbën sime që të mos më hik e të mos
mund ta gjejmë. Pse e sollet tek unë? E pyeti mjekja. Fua nga diabeti dhe tensioni i gjakut, u përgjigj Muhamedi. Ndërsa e shikonte që ai fliste, ai qeshte dhe kërkonte gjësende për ti. Ai jepte me kënaqësi, e pështynte, ndërsa ai fshinte pështymën dhe bujqësëqeshte. Është nëna jote dhe nuk të njeh? E pyeti mjekja me habi. Po, pasha Allahun nuk më njeh. Nuk e di se ambiri i saj, por Allahu e di se ajo është nëna ime. Ndërsa ata flisin, ajo shikonte Qaben në televizion. Dhe pas pak ju drejtua Muhamedit. Gënjeshtar, pse nuk më dërgon në Qabe? Do të dërgoj ditën e enjte, i tha Muhamedi. Si e dërgon? Ndërhyri mjekja. Kur ajo, si e paf që është, nuk ka ndonjë obligim për ta vizituar Qaben. Nuk ka rëndësi kjo. Unë mund ta paramendoj që ato më kërkoj diç që ka mundësi t'je përmbush e të mos e bëj këtë. U përgjigj Muhamedi. Dolën Muhamedi me të hëmën, vazhdon rrëfimin mjekja, ndërsa unë u zhyta e tërë në lot. Kam dëgjuar për respektin ndaj prindve, po diç të tillë si ky rast, nga një djalosh që ka mundësi të dërgojë nënën e tij të sëmur në qendrën e të pahavëve mëndërisht, ndërsa nuk e bën këtë duke kërkuar xhenetin me këtë shpërblim dhe për kujdesi që i bënte, këtë nuk e kam parë dhe as nuk e kam dëgjuar më parë. Allahu ja fali të gjitha mëkatet. Një i pasur ishte përgatitur të niset për haxh. Para se të nisej, një i varfër e luti që të shoqërojë dhe të shërbejë atë gjatë gjithë kësaj rruge. I pasur i pranoi dhe kështu u nisën së bashku. Gjatë udhëtimit u ndalën te çadra e një beduini. Beduini ishte një mikpritës bujar dhe i shërbeu mysafirët ashtu siç ndjen në shtëpinë e tyre dhe të dy udhëtarët e kaluan natën aty. Në mëngjes, i pasur e vëreti se gjatë natës i varfëri kishte ndërruar jetë. Ai kërkoi nga beduini që të ndihmojë atë rreth gusulit dhe varrimit të varfrit. Përpara varrimit, i pasuri kërkoi nga beduini që t'ia falë namazin e xhenazës, por ai nuk pranoi, duke u arsyetuar se nuk di si ta bëjë lutjen. Kështu i pasuri ia fali namazin e xhenazës, e varrosën të varfrin dhe u ndan. Pas largimit, i pasuri pa një ëndër në të cilën ju tha se Allahu ja ka falur mëkatet e të varfrit për shkak të lutjes që kishte bërë beduini. Por ai më tha se nuk e dinte lutjen e xhenazës. Çfarë lutje atëherë mund të ketë bërë ky? I pasuri ishte kurioz dhe u kthye te beduini që të tregojë atij ëndrën. Beduini tha se i është lutur Allahut me fjalët e tij, duke kërkuar nga ai që ta mëshirojë rahmetlin. O Allah, ky njeri ishte mysafiri im dhe unë isha bujar me të. Tani ai është mysafiri yt, prandaj të lutem o Allah që të jesh bujar ndaj tij. Nuk mund të themi se ishte lutja e madhe, por ajo u pranua për shkak të sinqeritetit të lutësit. Njëjtë me beduinin i cili hezitoi të lutet Allahut duke menduar se nuk di të lutet, edhe ne shpeshherë hezitojmë që ta lusim krijuesin ton, sepse nuk jemi të sigurt saktësisht se çfarë duhet i themi. Njerëzit dinë të heqin dorë nga lutja, nga se nuk dinë të luten në gjuhën arabe, ose nuk e dinë lutin përmendësh, duke menduar se gjuha arabe është çelësi për pranimin e lutjes. Pranimi i lutjes nuk varet nga ajo që thua në gjuhën arabe, ose në ndonjë gjuhë tjetër, por nga sinqeriteti yt, prezenca e zemrës gjatë lutjes dhe bërja e veprimeve të mira, bindja ndaj krijuesit në të gjitha rastet. Mos harroni, Allahu i madhërisëm e kupton lutjen tuaj në çdo gjuhë, në çdo moment, madje ai di nevojat dhe dëshirat tona dhe kur ne nuk themi asgjë. Nëse ne dëshirojmë që Allahu të pranojë lutjet tona, ajo do të jetë sinqert dhe me gjithë zemër, bile edhe me shoqërimin e lotëve, duke mos humbur shpresën nëse rezultati i lutjes nuk shihet menjëherë.